Nëse Amerika do ta sjellë Serbinë në Bashkimin Evropian, në perëndim Kosova sigurohet. Kosova sigurohet. Pse se, nëse Serbia është në perëndim, edhe Kosova është në perëndim, do bëhen aleat. Do bëhen aleat siç pretendon dhe Shqipëria. Nëse të gjithë do jemi në Bashkimin Evropian, nuk po them për NATO. Se Serbia ka thënë që nuk do të futet në NATO, në Bashkimin Evropian. Është një bashkim politik, ekonomik, social e ndërtar. Pra, nuk mund të tregosh kaq i papërgjeshëm thuash, s'më duhet mua se çfarë do bëj Amerika me Serbinë. Të duhet shumë. Problemi më i madh që ka qeveria kosovare janë marrëdhëniet me Serbinë. Problemet e tjera të brendshme janë tjetër gjë, po në marrëdhëniet dhe jo vetëm kaq, po edhe në problemet e brendshme Serbia është 4 komunat veriore. Po është problemi i brendshëm i Kosovës, nuk është i jashtëm. Ato janë pjesë e Kosovës. Por ata gjithmonë kanë probleme me to. Prandaj kërkohet që të bëhet kompromis për këtë problem. Është problemi i brendshëm. Nuk është kurti kryeministri i parë që pretendon sovranitet, që është patriot, dhe ata të tjerë s'pas kanë qenë. Jo, më, ata kanë menduar, nuk është kryeministri vetëm, është klasë politike në Kosovë që merret me këtë punë. Garancia e stabilitetit, garancia e të ardhmes së Kosovës është e lidhur me qëndrimin e aleatëve.